Iblisi nga me lajket, apo ishte nga xhenët? Shumica dërmuese e dietarëve, si Ibn Abasi, si Ibn Mesudi, Ibn Gjurejhi, Saidi Ibn Musayyibi, Abu Qatada, mendojnë se Iblisi ka qenë prej me lajkeve. Dhjetë se na e cekëm ajetin kuranor, ku Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar me lajket të ranë sejdë Ademit alayhis salam, ku të gjithë i kanë rënë sejdë përveç Iblisit. Çfarë ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala me ranë sejdë Ademit? I ka urdhëruar me lajket. Tani duke u argumentuar këtë ajet, dietar kanë thënë se Iblisi ka qenë prej me lajkeve. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ka mallku, e ka nxjerr prej mëshirës së dhe e ka bërë shejtan. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton dhe thotë: emri Iblisit fillimisht ka qenë Azazil, ishte në mesin e parisë me lajkeve, kishte 4 krah, por më pas u mallkua e u poshtërua. Gjithashtu me një transmetim tjetër, Ibn Abbas thotë: Iblisi ishte nga me lajket, por kur e theu urdhrin e Zotit, kur nuk e zbatoi urdhrin e Allahut, që urdhëroi miran sejdë Ademit alayhis salam, u hidhërua Allahu me të, e mallkoi dhe bëri shejtan. Kjo është mendimi i parë i dietarëve. Mendimi i dytë i dietarëve, ku thojnë se Iblisi nuk ka qenë asnjëherë prej me lajkeve. Mirë po, Iblisi është prej xhinëve. Ibn Zejdi, Hasan al-Basriu e Abu Qatada kanë thënë se Iblisi është babai i xhinëve, sikurse Ademi alayhis salam është babai i njerëzve. Dhe se Iblisi nuk ka qenë nga me lajket. Emri i tij fillimisht ka qenë El-Harith, kështu është transmetuar nga Ibn Abbas radiallahu anhu. Ajo çka e vërteton se Iblisi ka qenë prej xhenëve është ajeti kuranor, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në surën Kahf: wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblisa kana min al-jinn. Thot ka qenë prej xhenëve. Kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi. Thot Allahu kur ju tha me lajkeve, porolën në sejdë para Ademit, ata u porolën përveç Iblisit. Ai ishte një nga xhinët. Kana min al-jinn, thot Allahu. Ai ka qenë njëri prej xhinëve dhe nuk ju bënd urdhërit të Zotit të vet. Këtu Allahu saktësisht e tregon se Iblisi kana min al-jinn. Iblisi ka qenë prej xhinëve. Dhe kjo është mendimi i dytë i dietarëve, i cili është më i saktë. Se këtu Allahu ma konkretisht po tregon se Iblisi është prej xhenëve dhe Iblisi nuk është prej me lajkeve.